Me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, Departamenti për Sigurinë Publike, nëpërmjet strukturave të Drejtorisë Policisë Rrugore, ka marrë një sër masash shtesë në funksion të mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor, për evidentimin, ndëshkimin e shkelësve të rregullave të qarkullimit rrugor. Në këtë kuadër, janë kalibruar 22 mjete shpejtësimans. Janë pajisur të gjitha strukturat e policisë rrugore me drone, kamera dhe aparate fotografi, aparate alkool testues dhe drog testues. Shërbimet e policisë rrugore në rrugë interurbane në zbatim të telegramit drejtorit përgjithshëm policisë shtetit për të mos ndaluar pa shkak automjetet rrugore interurbane, pra në akset rrugore nacionale, do të vijojnë monitorimin e qarkullimit rrugor nëpërmjet pajisjeve logjistike dhe patrullimeve televizme dhe shkeljet e konstatuara nga mjetet logjistike do të verbalizohen në masa administrative, të cilat do të pasqyrohen në kohë reale tek e-Albania. Patrullat e policisë rrugore në akset nacionale do të ndryhyjnë kur konstatojnë sjellje arrogante në rrugë, parakalime të njëpasnjëshme, manovra të gabuara apo shpejtësi te normat lejuara, të cilat janë rrezik potencial për përfshirjen e ngjarjeve rrugore. Njëkohësisht, do të bashkëpunohet me qendrën kombëtare të monitorimit të trafikut, me qëllim që shkeljet e konstatuara t'i kalojnë policisë rrugore për të plotësuar masat administrative. Sa i përket qendrave urbane, shërbimet e policisë rrugore do të vijojnë me grupe kontrolli për teste alkooli, kontroll për shpejtësi, parakalimet gabuara, mosdhënie përparësi këmbësorëve, përdorimit celular dhe rripave të sigurisë. Parkimet e gabuara do të jenë në qendër të vëmendjes, duke përdorur dhe mjete ngres për parkimet në korsi të dedikuara, kur bllokojnë lëvizjet e lira të automjeteve apo të këmbësorëve.